Na ishte njëherë një dhelpër dinake. Një ditë, duke kërkuar për të ngrënë diçka, u kujtua për fikun e një fshatari dhe shkoi me njëherë. Zonja Dhelpër u gëzua shumë dhe vendosi t'i hante të gjithë atë ditë. Por kur shkoi pranë, një qark e priste të shtegu i vetëm. Dikush tjetër duhet birë në qark që të mund të kaloj, mendoj dhelpra dhe vrau mendjen se kujt mund t'ja hidhte. Nga të gjitha kafshët e pyllit, mendja i shkoi tek ujku. Plane të reja na ke kur disru moj zënja Dhelpër. Në një 3 ditë të re, Që shta jo fjallë, miku i? Illa të më ndimosh të amë safi. Se s'pon t'ju haria, shtu do t'i hamë së bashku. Ujku hamisht të jo fiqë zonja Dhelpër. Kujdes, zoti ujk, e me ata 2 qetë, s'bëjt shaka. Tek kthehej e trishtuar, duke menduar se kujt mund t'ja hidhte tjetër, dëgjoi një fërshëllim. I riq Kolopuçi është tamam për këtë punë, tha Dhelpra me vehte. I riq! I riq! Hajde, mos ki frik, ashtë do fiq. Hajde, mos ki frik. Hajde. Ja. Si? Nuk do? Ta mësoj unë si të bindesh. Nuk do të mbytesh? Ecë, sojriq, hajde. Tani zonja Dhelpër me fiq. I riqi iku i gëzuar të lajmëronte për Dhelprën dinake që ra në qark.